إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلندريم ذا الأذرات إتاخوين الله جل جلاله إتلنا بغطي متميلة الشمطة Aja është I lavdruari subhanahu wa ta'ala. Salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu dërgoi para lajmërim, përgëzim para kiametit mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanë që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Badiru bil a'mal. Dhe me këtë shprehje dhe në kuptimin e kësaj shprehje kanë ardhur shumë hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil a'mal au sari'u au sabiqu. Nxitoni në punë. Dhe pastaj dikun e ka përgjithsu Allahu këtë nxitim, e dikun e ka veçu me vepra konkrete. Në surën Ali Imran Allah thot: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna." Nxitoni për një falje nga ana e Allahut, e ka veçu. Nxitoni në kërkim të istighfarit, nxitoni në kërkim të pendimit, nxitoni. Pastaj e ka përgjithsu, ka thonë dhe nxitoni për një xhenet. Me çfarë do vepre të mirë nxito dhe fitoje xhenetin e Allahut, e këtu kuptohet shpëtoje veten prej zjarrit të xhenemit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha me një hadith: shpëtojeni veten prej zjarrit të xhenemit qoftë edhe me gjys hurme. Edhe me një vepër kaq të vogël, edhe me një vepër kaq të vogël, nxito dhe shpëtoje veten prej zjarrit të xhenemit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Badiru bil a'mali salihah. Nxitoni në punë të mira. Fitanan ka qita'il layl muzlim. Për shkak se kanë më ardhur fitne sikur një pjesë e natës e errët. Nxitoni para se të vinë këto fitne. Nxitoni, forcojeni veten tuaj para se të ballafaqoheni me këto fitne. E si kanë me qenë këto fitne, si do të jenë këto vështirësi, si do të jenë këto sprova. Me një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Tu'radu al-fitanu 'ala al-qulubi kal-hasiri 'uda". Fitnet I paraqiten zemrës sikur shembulli I hastrës, e cila është fije. Njëra pas tjetrës, në mënyrë të pandalshme, fitnet, problemet, vështirësit I paraqiten zemrës.
e ato zemrat të cilat i thithin këto fitne, për çdo fitne bëhet ka një pikë e zezë në zemër, derisa ajo zemër të vjen në atë situatë ku nuk e din të mirën si të mirë, e nuk e din të keqen si të keqe, bel shkon edhe më keq, bile shkon edhe më keq, derisa të keqen e konsideron si të mirë, e të mirën e konsideron si të keqe. Allahu na ruaj. Imam Tirmidhiu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmeton një hadith se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Badiru bil a'mali sab'a. Nxitoni në 7 punë të mira. Nxitoni në punë në 7. Cilat janë këto 7 punë të mira? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Hal tantadhiruna, a mos jeni duke prit diçka tjetër jashtë se 2 pika. Faqran munsia, fukarallëk që u ahup mendjen. Fukarallëk që u ahup mendjen. Au ghina mutghiya, apo pasuni e cila edhe kjo u ahup mendjen, mirë po kjo në teprimin dhe kalimin e kufive të Allahut. E para ishte fukarallëki, i cili të ahup mendjen. Qysh të ahup mendjen fukarallëku? Njeriu për shkak kërkimit të rrezikut të tij e humb mendjen, e haron adhurimin, e haron botën tjetër, nuk i ka mend me vete. Pse? Është i angazhuar në kërkimin e rrezikut. Një ditë, një sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disa ditë, në fakt me rënd, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po vërejnë në xhaminë e tij se një sahabi po vjen i pari, po shkon i fundit. Po vjen i pari, po shkon i fundit. Kjo cilësi e mirë, po, me ardhi i pari në xhami, edhe me dal i fundit në xhami, kjo është cilësi shumë e mirë. Kjo argumenton për nxjerrim në punë të mira. Me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vërejti diçka te ai. I tha: O filan, çka puna jote? Për shkak që po vjen i pari, po shkon i fundi, mirë po, s'po më dukesh mirë në çere, s'po më dukesh mirë në situatë. Tha: Ja Resulullah, më kanë ranu borxhet. Kam hall, më kanë randu borxhet. Tashire, fukarallëku e ban, ka mundësi që e ban adhurimin, mirë po, nuk e ban adhurimin sigura i cili ka gjendje stabile. Ta merr një pjesë të mendjes tënde, preokupon. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ka më ta mësoni dua, në qoftë se ban këtë dua, ka më të lehtësu gjendja. Tha: Bane duan, o Allah, më mjafto mua me halalin tan kundrejt haramit, dhe më jep pasuni prej teje që s'ka pas nevojë për dikujt tjetër. Tha ky sahabi, e bana këtë dua dhe pas një periudhe Allah më lehtësoi gjendjen dhe i paguajta borxhet. Ama fukarallëku e haron njeriu. Humbet. Argument praktik, na e kemi gjendjen e një numrit të madh të rive, të cilët derisa janë beqar, ose të rejave, derisa janë beqar, ose beqaresha, ishe të zellshëm në xhami, në aktivitete, në adhurime, edhe kështu me radhë. Si të martohen, prej javës së 2 apo 3 të martesës, ndryshon total gjendja. Dyqysh një farë perceptimi tjetër i dunjas, pastaj me bo me lind fëmija i parë, e pastaj i dyti dhe i treti, u kryma veti. Prej asoj gjendjes së beqaris, edhe pas beqaris, martesës dhe të posit e vlad, Allahu i dhash e vlad të gjithve, edhe Allah i martos edhe që janë të pëmartuar, prej kësoj gjendje, nuk jetë kur gjatë tjetër, jashtë namazit, jashtë farzit, prezentimi ligjerata, mjafton, kryet, me ditën e martesës, me atë natë që hidhë ndër, ligjeratat mjafton, harohen. Krejt kjo, për shkak preokupimit të madh. Se ta duhet më do harxhime pak më tepër për jetës së mëhershme, dhe në këtë mënyrë largohen njerëzit prej ligjeratave, largohen prej adhurimeve të shumta edhe kështu me radhë. E pejgamberi s'e tha, nxitoni.
Qose keni pasuri, mos e prindi fukarallëkën, se kur të vjen fukarallëkën ka me ja hub busullën. Tha au ghina mutghiya, a interpret, e ju nuk e pritit diçka tjetër jashtë se pasurinë që u hub busullën edhe kjo. Ka shumë të tillë që e kanë një jetë stabile, që e kanë një jetë me kalu jetën, nuk e kanë me fukarallëk, nuk e kanë me shumë mundime, një jetë stabile. Allahu xhël xhelaluhu u jep pasuri dhe kjo pasuria bëhet shkaktare pastaj me i tej kalu kufit e Allahut subhanahu wa taala. Ose në harame, ose në neglizhim. Njeriu e kalon kufilin e Allahut ose duke bërë harame, dhe njeriu e kalon kufilin e Allahut edhe atëherë kur është i padëgjueshëm dhe respektueshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. E sa të shumt janë ata të cilët kur Allahu u ka dhënë pasuri dhe Allahu u ka lehtësuar dhe më tepër dunjon dhe jetën e kësaj bote e kanë haru Allahun subhanahu wa taala. Dhe një numër i madh i këtyre punëve të mira që folën për ata që kanë qenë beqar dhe për shkak martesës i kanë lënë shumë prej adhurimeve, ka shumë njerëz që për shkak pasurisë, për shkak bullokut i lënë prezantimin e gjërata edhe shumë prej adhurimeve. Kjo për shkak të pasurisë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Au maradan mufsida", ose një sëmundje shkatruese, një sëmundje dëmtuese, ju dëmton. Badiru, khudh min sahatika li maradik, merr prej shëndetit tan për ditët e sëmundjes. Çka më marr? Merr punë të mira, se kur të smuhesh, s'ke me pas luksin, s'ke me pas mundësinë, për shkak se të ka dëmtuar sëmundja. Një grip i vogël me trapë dëmton shumë. Një grip i vogël, një grip sezonal me nara, minus një javë, minus 2 javë shkojmë, me punë të mira. Para me ndonë një sëmundje pak me randë, para me ndonë dhe një sëmundje me pasoja për të njetën, ka mundësi mo asë njëherë se ki shantën XXX vepër me bëha. Khudh min sehatik li maradik. Merë prej shëndetit tanë për ditët kur kemë usmua. Merë, shqytëzoje. A i duke e prit një sëmundje dëmtuese, tha sallallahu alaihi wasallam, au haraman mufannida, apo një pleqëri që me vete ka me ndelehtësin. Ka shumë prej, ka pasë e prej djetarve, ka fundi jetës e ka humb logjika. Se kanë marrë më argument, se kanë marrë më hadithin. Edhe ato e din, djetarët e hadithit, citat, saksisht deri në këtë periudhë kohore i mirët. Pas kësaj periudhe kohore, çka ka transmetuar si mirët? Pse? Se s'ka mujt mi dallu më hadithin e sakt për hadithit të pasakt. S'ka mujt mi dallu. Ja kanë nisë me të lovit xhamat. E pejgamberi se më thot neve, a interpret këtë dita? Apo e pritni këtë ditë të pleqërisë, apo të asaj situate ku ju e humni logjikën, ku s'dini mi dallu më xhanat, s'dini me dallu të nxetin prej ftoftit, mirën prej të keqës, të amrën prej të se dalloni më. A vjen kësi situatë njeriu? Vjen. Shohim na për rreth neve njerëz, edhe më të ri, edhe më pleq, që Allahu i sprovon me këtë sprovë. Allahu na ruaj. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua, ka kërkuar mbrojtje prej Allahut për kësaj situate. Sa i vështësot jetë edhe personit, edhe u vështëson jetën e të tjerëve. Ama interpret këtë dita, shfrytëzojeni para se më ardh çuki moment. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, au mautan mujhiza. A mos interpret vdekjen pa pritmas. Ka paranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bile ka ardhur në hadithe tjera se preshenja e kiametit është vdekja mujhiza. Çka vdekja mujhiza? Vdekja e shpejtë. S'tle vakt me mendua, s'tle vakt me u pendua. Nuk ta le as 1 minutë me thonë astaghfirullah, ktheva te Allahu xhël xhelalu. A kohën e fundit, kjo është para kiametit. A na jena para kiametit. Sigurt. 100%. Tha Allahu xhël xhelalu, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Njerëzve u është afrua dita llogarisë. Ju ka afrua.
Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë dhe Kiameti na kështu, të ngjitën me tjetrën. A ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka nevojë tash hadithe dhe ajetet na më marr, ai na çka ngjarje, ai na në kohën me Mehdiut, ai na në kohën e këtij, riran para Kiametit na. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë para Kiametit, në fund ka qenë. Për gjithë popujve ka qenë pejgamberi i fundit para Kiametit. Gjithë pejgamberët kanë thënë, ka marrë një pejgamber ka fundi. Ardhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është pejgamberia ka fundi. Prej asoj dite të pejgamberisë atij sallallahu alaihi wasallam deri tek na 1400 sa vite janë. Na jemi edhe më ka fundi. Na jemi edhe më ka fundi. E preshenet Kiametit, çka është vdekja e shpejtë. Rrallë po ndëgjojmë se njëri ka rënë shtrat 5 muaj, 6 muaj, 7 muaj para vdekjes. Kjo me rënë shtrat me ushtri për vdekje 1 muaj përpara, 2 muaj përpara, kjo shant prej anës Allah që ti mu pendua, mu kthit Allah s.w.t. Ama pjesa dërmuese e vdekjeve sot, ose vrath, ose boni sudar, ose ira infrakt, mur diçka, tu nej, tu pi kafe. Vallaj me sabaj me bashkë falën, super, s'pat kur gjohë nuk pat. E ka falë sabaj, shkon të shpia, vdiq, shkoj. Kur gjohë s'ka pas. S'ka pas diçka kështu të madhe që me thonë që vdiq. Se na me smuje edhe të rritë, ma me sheqer për ja. Me diabeten edhe fmit e veshdim. Mirë po diçka kështu konkrete, jo, ama shkoj. A e na njëni për nevit sigur për së gjendje? Si na vëzni. Në çdo moment mundet më ardhë misafiri i pathirur. Mundet më ardhë misafirin që s'kina qef me takue. Edhe me në nëzirë për kësë dunjaje për të Allahu subhanu wa ta'ala. E pejgamberi se më thot, nëzitoni, në qka me nëzitue? Kjo është dekja e shpejt. Para kësaj qka vjen, jeta jote. Shfrytëzoje jetën dhe bëni një punë mirë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Tha, awid dëgjal e thë shërru gaibin ju në të dharë. A mos ndërprit dëgjallin. Ai është ma i keqi që është duke u prit me dalë. Ma i keqi që është duke prit me dalë. E gjendja të cilën na jetojmë, periudat të cilët na jetojmë, Allah e di më smidhi, dhe që është para pregaditje e ardhës e dëgjallit. Ti më shtot, që tash po ti po thu si bash, po, pejgamberi se mu tha sallave, në qofë se del të ju, unë jam kafshiatina, më s'kini dert. Të më thonë, e pas ka pas mundësine dhe në kone pejgamberi se s'te me dalë, po s'ka dalë. Ka thonë, qofë se del të kjo, unë jam, argument juve kafshitina. Mirë po, ka me dalë, kur del, ka fundi. Ai është ma i keqi që është duke prit. Nuk ka fitne më të madhe. Nuk ka fitne më të madhe prej të Ademi a.s. deri në Kiamet se sa fitne të dëgjallit. Nuk ka pejgamber që s'e ka tërheq vërejtën popullit vet. Gjithë e ka tërheq e pejgamberi s.a.s. mas shumëte. E tha pejgamberi s.a.s. e ujsaatu fessaatu adha wa amar. A mos në të prit Kiametin në bëhat. A mos në të prit Kiametin më bëhat. E Kiameti është edhe ma keqe. Dita gjykimit është edhe ma randë. Dëgjalli o keq. Filit janë të këqia, problemet janë të randa, ama ditja e gjykimit është edhe ma randë. Dita e gjykimit, Kiameti, shkatrimi i qeve dhe i tokës, dalë para Allahut, llogaria para Allahut xhelle xhelaluhu, ashaddu wa amar, adha wa amar, është edhe ma randë, është edhe më vështirë. Elusim Allahun që Allah të mundson të shfrytëzojmë kohën, aty që kënaqet Allahu subhanahu wa taala, wa subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.